Selam aleikum të dashur shikues. Mirë se takojmë edhe sonte në këtë natë për neteve të bekuara të Ramazanit. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala për pranimin e veprave dhe adhurimeve tona, lutem atë që na shtoi diturinë, dituri e cila do të na ndihmojë në fund të fundit ta njohim krijuesin, ta dim përkatësinë tonë, pse jemi musliman dhe pse përkasim Islamit dhe në fund e tërë kjo të na përkthehet në punë dhe në angazhim. Fillimisht i dëshirojmë se ardhe të ftuarit të radhës hoxhës së nderuar Enes Guga. Hoxh, mirë se vjen. Faleminderit, Blerim Efendi, mirë si u gjej. Kënaqësi të kemi në studio e të kalojmë disa minuta së bashku. Kënaqësia është e jona, faleminderit. Po besoj që Ramazani me gjithë angazhimet që i ka, ja dilni dhe jeni të kaluar mirë. Po alhamdulillah, falenderojmë Allahun fillimisht i cili na mundsoi që të jemi shëndosh e gjallë, ta presim e po shpresojmë edhe ta mirë presim këtë muaj të bekuar të Ramazanit, përfitoj nga rasti edhe juve personalisht edhe të gjithë shiquesve të PIS TV-s, mbar vëllezërve dhe motrave kudo që janë, t'ju uroj muajin e bekuar të Ramazanit duke lutur Allahun te baraka wa taala që agjërimin ton të na pranon, të na pranoj gjitha adhurimet dhe lutjet tona, të na shton zellin për kushtimin, të na bëj të mundur dhe të na jep bekimet dhe mirësitë e këtij muaji të bekuar në të gjitha aspektet dhe sigurisht se jo vetëm unë dhe ju, po të gjithë ata të cilët e ndjejnë muajin e bekuar të Ramazanit, e ndjejnë agjërimin, afërsinë dhe raportin me namazin, me xhamin, me Kur'anin dhe çdo afërsi tjetër që na ofron ky muaj i bekuar të Ramazanit, ndjehen mirë, ndjehen të lumturum. Dhe lutem Allahun te baraka wa taala që të na shtoj edhe zellin, edhe përkushtimin, edhe kënaqësinë, po të na mbulojë ne, familjet tona, të dashurit ton, popullin ton dhe mbar ummetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam me bekimet e pa numërta të këtij muaji të bekuar. Allahumma amin. Allah shpërblift. Po një nga debatet të cilat e ka përcjell njerëzimi dhe përcjell sot e kësaj dite është një dilemë e cila është ngritur ndoshta nga ata të cilët megjithatë nuk kanë pas qëllime të mira në ngritjen e kësaj dileme. Ajo është se njeriu a lind besimtar apo lind idhujtar? Blerim Efendi, Allahu të nderoft, pyetja është sigurisht interesante, por siç e thatë edhe ju, është shumë e vjetër përballë atyre të cilët e kanë mendu, por më vije keq, por unë dua të them se ata edhe në të kaluarën, edhe sot, por edhe sa do kohë që do të ketë jetë kjo botë, do të jenë humbës. Në pyetjen e tyre do të dalin humbës. Allahu fuqi plot, çdo krijesë njeri në këtë botë, kur ja fal jetën në këtë botë, çdo foshnjë lind besimtar në kuptimin e natyrës së pastërt, lind me natyrshmëri, sikur Allahu fuqiplot në Kur'anin Fesnik thot: Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Allahu çdo njeri në këtë botë e krijon dhe e sjell në jetë me natyrën e tij të pastërt, me fitrat. Dhe pastaj bukuria dhe bekimet edhe më të mëdha është se kjo natyrshmëri nuk ka mundësi të ndryshohet. La tabdila li khalqillah. Pavarësisht edhe kësaj pyetje dhe kësaj dileme që ata njerëz me mendje dvockel e kanë ngrit këtë dilemë, në rregull jemi, nuk po ja marrim të drejtën askujt me pyetje me ngrit dilema, por ky është një fakt i madh që nuk ka mundësi të ndryshohet e as të falsifikohet kjo natyrshmëri e pastërt mbi të cilën Allahu i krijoi të gjitha krijesat njerëz. Po, Blerim Efendi, siç edhe ju e dini, kjo natyrshmëri mbi të cilën Allahu i krijoi të gjithë njerëzit ka mundësi të mbulohet, ka mundësi të baltoset, ka mundësi të rëndohet aq shumë, por të zhduket të zhbëhet
asnjëherë. Mjafton vetëm pak sikur ato sikur mineralet dhe gurtë, mjafton vetëm pak balt. Tani po e them në kuptimin figurativ. Balta janë dilemat, janë ideologjit, janë dyshimet, janë të pavërtetat, janë kotësirat. Mjafton vetëm pak me e largu dhe sikur mineralet dhe gurtë e çmuar që janë perla dhe dalin dhe kanë vlerë, ashtu është kjo natyra e pastërt, mbi të cilën Allahu te baraka wa taala na krijoi në këtë natyrë të pastërt. Përmendë shumë mirë, domethënë ndoshta gjatë historisë njerëzimin shpesh herë e ka mbulu këto balta, këto ndytësi të cilat e kanë mbulu margaritarën dhe thesarin e Islamit. Pra ai bie kjo që njeriu i parë Ademi alayhis salam, që ta kuptojmë që të kthehemi në gjenezë, të kthehemi në bazë. Ai bie që njeriu i parë kishte ardhur me besim dhe nëse po, çfarë besimi kishte ai? Sigurisht, ju shumë bukur e thatë, sigurisht se Ademi alayhis salam është njeriu i parë dhe nga njeriu i parë, nga babai i njerëzimit, ashtu sikur the të kthehemi në origjinë, dhe deri tek njeriu i fundit në fundin e botës, të gjithë lindin me natyrën e pastërt, me natyrshmëri, me fitret. Dhe sigurisht e musliman. Tash, musliman në kuptimin e natyrës së pastërt, jo musliman në kuptimin e koncepteve të Islamit në shekullin 21. Por dëshira dhe nevoja, sikurse dashuria dhe ndjeshmëria për me njoft Zotin, me besu Zotin, me njoft Krijuesin, me dasht Krijuesin, me ju përul atij, me ju përgjëru atij është e natyrshme. Është nevojë e natyrshme. Prandaj Ademi alayhis salam është i pari besimtar, është i pari musliman, është i pari njeri i devotshëm, është i pari i cili ka lutur dhe ju ka përulur e ju ka përkulur të madhët Zot te baraka wa taala. E pastaj kështu kanë vazhdu gjenerata e breza deri në një moment dhe në një periudhë të caktuar kur ajo balta ka provu prap me e mbulu natyrshmërinë, por prap Allahu te baraka wa taala për kujdeset për të vërtetën. Përmendni një periudhë. Ne dimë se megjithatë një periudhë gjatë kohore nga Ademi alayhis salam, madje 10 shekuj, njerëzit ishin në këtë natyrshmëri, pra në këtë islam, në këtë fe e cila njihte një Zot vetëm dhe i besuan dhe i nënshtruan dhe i zbatuan rregullat edhe urdhrat e tij. Me përhapjen e kësaj balte, sikur tashmë veç u bë ndoshta si term me të cilin po i përfshim të gjitha ato të cilat mund ta njollosin ose mund të tentojnë ta njollosin besimin. U përhapen shumë, madje ndoshta tentuan edhe ta përmbysin kuptimin real. Allahu xhaleshanu u kujdes që të dërgoj pejgamber tjerë, pra dërgoj Nuhin alayhis salam. Tash Nuhi alayhis salam a erdhi me të njëjtin besim të Ademit alayhis salam, por që ta kuptojmë se rrjedhimisht edhe të dërguarit të tjerë a ishin me të njëjtin besim siç ishte Ademi alayhis salam, apo këta tash erdhen me një besim tjetër dhe nëse po çfarë? Ato lajthitjet dhe devijimet ndër breza kanë ndodhur ashtu sikur ju referuat asaj që njihet në doktrinën islame pas 10 shekujve. 10 shekuj ka qenë besimi i pastërt me problemet njerëzore që janë të natyrshme që kanë ndodhur ndër breza dhe gjenerata. Por kur ndodhi ajo lajthitja dhe ai devijimi i madh për më u largu dhe më u shmang rrugës Ademit dhe breznive pas tij, Allahu e dërgoi Nuhin alayhis salam, i cili përditësoi ato të dhëna burimore bazike të trashëguara nga Ademi dhe breznit në vazhdim, dhe vazhdoi, ai është vetëm një rrugtar i cili e vazhdoi dhe nuk u largua nga ajo rruga e pastërt, e bukur,
e islamit të Ademit a.s. Sigurisht se janë ato sfidat, sikur ju i dini, në historinë islame, me të cilat u ballafaqu Nuhi a.s. Por Nuhi ishte një musliman i ri, i cili vazhdoi rrugtimin e tij në atë autostradën dhe në atë rrugën e gjatë, të cilën e filloi Ademi a.s. E Nuhi e vazhdoi, madje e vazhdoi për një kohë bukur të gjatë, shumë i zellshëm, i përkushtuar, i palodhur, që njerëzit t'i kthej në natyrshmërinë e pastërt, larg prej kryenetësisë, prej refuzimit, prej kundërshtimeve, prej arrogancës dhe prej atyre dilemave të pa arsyeshme që janë artificiale, nuk përkojnë me originalitetin. Do të thonë se originaliteti dhe natyrshmëria është me njoft Zotin, me dash Zotin, me besu drejt Zotin. Nga se Blerim Efendi, ju e dini, edhe nga aspekti profesional, por edhe nga aspekti i përvojës tuaj si hoxh, ju e dini se shumë njerëz besojnë. Madje, po e them pa rezervë, të gjithë besojnë, por poenta nuk është të besimi, poenta është të besimi i drejtë. Të gjithë besojnë, po të gjithë besojnë, por esenca është me besu drejt dhe sakt. Hoxh, shumë bukur e the. Nuhi alisam e përcjeli rrugën e Ademit alisam. Madje të gjithë të dërguarit tjerë e ndjekën të njëjtën rrugë. Apo? Sakt. Pra të gjithë të dërguarit e Zotit erdhen për t'u përmirësuar njerëzve besimin. Nuk do të thotë kjo se ata nuk kishin besim. Ata besonin. Besonin në gur, besonin në idhuj, varësisht prej kohëve, varësisht prej gjenerata, varësisht prej popujve, por njerëzit besonin. Por jo çdo besim mund të llogaritet si besim i pranuar, andaj është e detyrueshme që pejgambert, pra ishte e nevojshme që pejgambert të vinin t'ua përmirësonin njerëzve besimin. A do thotë kjo se edhe sot e kësaj dite njerëzit megjithatë e shprehin një lloj besimi, shpesh herë edhe ndoshta edhe formal, edhe minimal, çfarëdo që të jetë, por a është e mjaftueshme kjo dhe a duhet që njerëzit që kujdesen për këtë, njerëzit të mësojnë se cili duhet të jetë besimi i saktë dhe besimi i drejtë. Ndoshta kjo i përngjan asaj që më herët e tham, natyrshmëria e pastërt mbi të cilën Allahu na krijoi është sikur mineralet, po sa pak ne e largojmë baltën edhe dhaun edhe pluhurin, ato dalin në pa. Dhe sado që të jetë minimal besimi dhe mirëkuptimi që një person e shpërfaq para besimit, para fesë, para madhnisë së Zotit, para Kur'anit, para Islamit, si dush thuaj. Ne pikërisht këtë duhet ta marrim edhe duhet të provojmë ta kapitalizojmë. Pastaj, sa kemi nevojë ta ndihmojmë, ta mbështetim, të ofrojmë njohuri të reja, të përmirësojmë njohuritë, t'i ndajmë ato që janë të sakta dhe ato të cilat janë të gabuara, njohuritë të cilat janë të sakta por janë të mangëta, t'i plotësojmë atë njohuri dhe kjo ka venditjen e prioriteteve ndoshta. Saktësisht, dhe kjo ka qenë detyra e pejgamberëve të Zotit që Allahu i përzgjodhi më ndjendriturit për të qenë ata udhëheqës dhe për të qenë ata modele dhe udhërëfyes, ashtu sikur në mënyrë të drejt për drejt dhe shumë të qartë, Kur'ani na thret i thot Allahu të dërguarit ton Muhammedit a.s. ti duhet t'i kesh yrnek dhe frymëzim ata që ishin para teje. Pas tyre shka. Dhe pikërisht ne nuk kemi nevojë që të bëjmë zbulime të reja. E jona është që ne të jemi të sigurt që jemi në rrugën e drejtë dhe në rrugën e duhur, atë rrugë të cilin e filloi Ademi dhe e përmbylli Muhamedi a.s. e pastaj, varësisht prej momentumit, varësisht prej kohës, varësisht prej rrethanave dhe specifikave dhe dilemave që dalin, atëherë ne provojmë mu afru tek njerëzit me qasin e duhur, me komunikimin e pranueshëm dhe të duhur dhe duke sjellur shembujt e kohës, që janë kompatibil, që janë të pranueshëm edhe për mendesinë e atij populli, asaj shoqërie, aty në rrethanave,
Dhe kjo është detyra jonë. Kjo është detyra jonë tu zgjatim njerëzve dorën e dashurisë, të mëshirës dhe të mirësisë. Çdo herë kur po trajton, po më sjell diçka të re, si nevojë e trajtimit edhe si plotësim ndoshta i atij mozaikut të bukur të asaj që po e trajtojmë. Pejgamberët a kishin vetëm detyrë që t'ua përmirësojnë njerëzve besimin, apo ata u ballafaquan edhe me ata të cilën ti vetëm e përmend e kalimtin në gjatë shëllimit, edhe me probleme të ndryshme që ata u ballafaquan. Po pejgamberët erdhën t'ua përmirësojnë njerëzve besimin, t'i kthejnë në besimin e pastër, por edhe t'ua përmirësojnë atyre defektet të caktuara, lajthitjet të caktuara, përmbysjet e kuptimeve të caktuara, shfaqjen e dukurive negative të caktuara. Pra, Islami si fe e të gjithë pejgamberëve ishte një fe komplete e cila ju nevojet secilit pejgamber për ta rregulluar dhe për ta përmirësuar popullin e vet. A trajtuan ata edhe problemet sociale, shoqërore, apo u fokusuan vetëm çështjen e besimit? Kurani a na jep ndonjë sinjal për këtë? Sigurisht, tash shpejt. Kjo është temë e jashtëzakonisht interesante dhe e bukur. Tash vetë fakti që të dërguarit Allahu i përzgjedhi nga mesi njerëzve, kjo tregon se ata ishin pjesë shoqërisë së tyre. I dinin ato të cilat dhe ata janë ballafaquar dhe kanë jetu me brenga ditore të shoqërisë. Ata nuk kanë ardhur prej qiellit. Pejgamberët e Allahut nuk janë krijesa të tjera, por Allahu i zgjodhi nga mesi njerëzve njerëzit me mendje ndritur. Kjo një. E dyta, nëse kishim dashur me i përmbledh me dy fjali të shkurta, dy objektivat kryesore të gjithë pejgamberëve të Zotit gjatë misionit të tyre, kishim me thonë, fjalia e parë, qëllimi i tyre ka qenë në aspektin vertikal. Robi dhe Zoti, njeriu dhe Zoti, që njerëzve t'u mëson rrugën e duhur dhe të saktë, qysh ata e tregojnë për kushtimin, respektin dhe nënshtrimin në formën më të bukur ndaj Zotit, ndërsa në aspektin horizontal, objektivi dhe detyra gjithë pejgamberëve të Allahut ka qenë si njerëzve më ia mësu rrugën më të lehtë që ata do ta jetojnë jetën në mënyrën më të rahatshme, më të lumtur, duke qenë të respektueshëm karshi njëri tjetrit. Këto janë dy objektivat kryesore në vija trasha që pejgamberët e Allahut kanë punu. Pastaj, të gjitha mësimet e Zotit, të gjitha librat qellore, edhe Kurani ynë famlart, sjell norma të mjaftueshme, të cilat neve na mësojnë si të jetojmë dinjitetshëm, qofshin ato norma dhe rregulla që i takojnë atyre kapitujve dhe dispozitave ligjore, qofshin ato norma etike, të cilat na përcaktojnë kodin moral, si të jetojmë të dinjitetshëm, si kemi dëshirë të na trajtojnë dhe si duhet ne të trajtojmë të tjerët. E bukur shumë hoq. Kur po flasim për Islamin si shoqëruesin e njerëzimit dhe mesazhin që e solli secili pejgamber tek popujt e tyre, a i bie hoq se Islami është i përshtatshëm për natyrën e njeriut, dhe njeriut për ta praktikuar Islamin nuk i duhet të bëjnë ndryshim të madh në veten e tij, dhe kundërta me të kundërtën, kundërshtimi i Islamit zakonisht vjen nga ata që ndoshta kanë ndryshuar natyrshmërinë e tyre. Pra ana duhet mund i madh që ta zbatojmë Islamin. A i përshtatet Islami natyrshmërisë tonë, pra rregullat që kanë ardhur me fe. Të gjitha rregullat, nga besimi e pastaj e te praktika, sa i shkojnë përshtat natyrshmërisë tonë. Sepse megjithatë për shkak të asaj baltës, shpesh herë bëhet një lloj keqkuptimi se për të qenë musliman duhet, ndoshta na duhet pothuajse të bëhemi jashtëtoksor, ose duhet të largohemi komplet nga shoqëria, duhet të izolohemi, duhet të mshelemi, s'duhet punojmë, s'duhet jetojmë, s'duhet jemi të suksesshëm, s'duhet. Pra Islami sa i përshtatet tër kësaj dhe sa na ushqen pastaj me mundësinë e zbatimit të krejt asaj që ka ardhur. Blerim Efendi, jo shumë bukur e thatë, eksakt, Islami i përshtatet natyrshëm njeriut. Tash, ka një të vërtet. Njeriu mund të ketë një fobi prej të panjohurës.
Dhe këtu lind problemi. Nëse dikush nuk e njeh Islamin, atëherë mënyrë të natyrshme ai ka të drejtë edhe me pas fobi dhe frikë prej të panjohurës. Por momentin kur e njeh Islamin, Islami i bie tamam njeriut. Pse po themi? Nuk po e them këtë si tifaz. Nuk po bona tash, nuk po bëj tifazllëk. Por kërkesat e Islamit për njeriun janë gjithmonë të arsyeshme, janë minimale, janë të atilla që nuk e rëndojnë potencialin e njeriut. Po e marrim masi jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, se tash nuk është korrekte ne vetëm të flasim këtu teori, e të sillim koncepte, por ilustrimi praktik na qartëson ato çfarë ne po pretendojmë. Sot njerëzit, sot në kohën tonë bashkohore, në këtë kohën tonë postmoderne, që të jetojnë shëndetshëm, që të ndihen fizikisht mirë, që të ushqehen shëndetshëm bio. Sot njerëzit kanë ardhur në përfundim që mënyra e të ushqyerit dhe abstenimi nga mënyra kanë ardhur deri tek përfundime që mënyra më e mirë është afërsisht që 8 orë brenda 24 orëve të ushqehemi edhe të pim, ndërsa 16 orë të abstenojmë. Ata nuk e thojnë agjerim. Por kur e marrim këtë në peshore e vendosim, na del që është agjerimi. Na del që është agjerimi. Atëherë, ne themi, ne që agjerojmë, nuk e bëjmë këtë nga këto motive. Motive dietës. Nga këto motive. Me qenë se agjerimi të gjitha këto beneficione dhe mirësi i ka në vetvete. Por ne fillimisht agjerojmë dhe e bëjmë agjerimin fillim dhe mbarim duke manifestu nënshtrimin dhe bindjen ton karshi urdhrit dhe kërkesës që i madhi Zot krijuesin ka kërkuar nga ne që në këtë muaj ne të agjerojmë. Pastaj krejt këto mirësi e begati të cilat janë brenda vinë, këto janë në rrugtim e sipër. Agjerimi, Blerim Efendi, sigurisht se shumë hoxhallar të nderuar e kanë shpjegu, po e ndi nevojën ta them për ato se ju aludut, a është vështirë me jetu si besimtar dhe si musliman. Sigurisht se mosha për agjerimin është më rëndësi. Nuk është njëjtë sikur një 18 vjeçar dhe 22 vjeçar, sikur dikush që është 72 vjeçar dhe 82 vjeçar. Po ashtu edhe shëndeti është element shumë i rëndësishëm. Po ashtu edhe fizikusi i personit që dënë me agjeru është shumë më rëndësi. Mirë po. Të gjitha këto janë të rëndësishme, por nuk janë bazike. Bazike është karakteri i njeriut. Ne i themi itikati, që ashtu kanë thonë edhe babgjyshet dhe loket tona. Nëse njeriu ka karakter, pavarësisht fizikusit, edhe moshës, edhe peshës, edhe shëndetit, karakteri ty të bën të gjitha këto të te kalohen. Prandaj, një djalë i ri, apo një vajzë e re, është në lullet e rinis, është në kulmin e shëndetit, asgjë nuk i mungon, por nuk agjeron. Dhe kur ti kemi bisedu me të, lutem, a ke provu me agjeru? Thot, nuk kom provu me agjeru, po në nuk mundem. E po, qysh ti erdhe në këtë përfundim, nuk mundesh kur ti s'ke provu? Realisht s'ka fillu fare. S'ka provu. Sa njerëz nga angazhimet ditore dhe nga dinamika e jetës, obligimet, thot unë veç kur e kam pa, ora 4, unë asgjë s'kam hongër, as kam pi. Po ja që edhe një orë është iftari. Dhe ti këtë e ke bën mënyrë të pavetdijshme. Domethënë je hotu, je habit mas punëve, mas angazhimeve. Të lutem, është më rëndësi bindja, është më rëndësi karakteri, është më rëndësi vedia. Vedia. Prandaj, Islami është i natyrshëm. Sa kohë edhe sa herë ne shohim që diçka nuk on rregull, atëherë fajo tek ne. Ne kemi lajthit nga natyrshmëria e Islamit. Përndryshe është Pastaj Islami s'na përshtatet. Po, se Islami është fleksibil. Islami është i përshtatshëm. Islami i përshtatet çdo rrethanori. Islami nuk ka vetëm për Kosovë. Islami nuk ka vetëm për Gadishull Arabik.
Islami i përshtatet çdo mendësie. Gjithmonë po flasim kuptimin normal, se tash njerëzit kanë lloj-lloj mendësie. Po përmendën një gjë shumë e rëndësishme. Ajo është se Islami gjithmonë i merr parasysh edhe rrethanat të cilat njerëzit jetojnë, madje edhe individi, edhe në raport me obligimet. Pra, Islami i përshtatet natyrës së njeriut, madje edhe në imtësi, në detale, në këtë rast një i moshuar ndoshta i cili nuk ka mundësi të agjeroj, po marrim shembull agjerimin, lirohet apo? Sigurisht. Që do të thotë që nuk ka ardhur Islami me diçka e cila është kundër natyrës së njeriut. Pra, ndoshta një argument, edhe një argument shtesë i përshtatshmërisë së Islamit edhe natyrshmërisë së njeriut. Hoxh, tek çështja e natyrshmërisë, përshtatshmërisë, Islamit, zbatimit e kështu me radhë. Megjithatë, njerëzit jo rrallëherë e ngrisin një dilemë. Ajo se po mirë, njerëzit të kaluarën megjithatë kanë pas nevojë për fe, kanë pas nevojë për besime, sepse kanë pas mangësi të caktuara në zhvillim, në organizim. Sot njeriu është në kulmin e arritjeve shkencore, të përparimit, të teknologjisë. Sot a ka nevojë sot njeriu për fe? Sot a ka njeriu për Islam? Njerëzimi a ka sot nevojë për, po flasim për atë Islamin me cilin kanë ardhur të gjithë pejgamberët. Njeriu i postmodernës, ma shumë se kur do here në të kaluarën ka nevojë për Islamin. Nëse tash kërkohet me sjellë argumente dhe duhet të sjellë argumente, unë them argumentet janë shumë të thjeshta. Nuk i kemi çpikni ato argumente. Ato argumente janë në analet e historisë. Nëse ne kthemi vetëm 100 vitet e fundit, vetëm 100 vitet e fundit, dhe mendojmë rreth një të vërtetë. Pyetja është kjo. Prej vitit 1914 e tutje, prej kur filloi e përfundoi lufta e parë botërore, pastaj lufta e dytë botërore dhe luftat në vazhdimsi deri kur unë edhe me ty po flasim tash. Sa është numri i viktimave dhe i civilëve, qoftë si rrjedhoj e luftave të drejtë për drejta apo indirekt. Shifrat e përafërta janë 150 deri në 200 milion njerëz viktima civil kanë vdek brenda 100 viteve. Pyetja shumë e thjeshtë është, këta 200 milion njerëz të cilët u vranë pa drejtësisht, civil, të pafajshëm, për ata që janë vranë në frontet luftës, a u vranë në emër të fesë dhe kauzave fetare, tash po flas për fen në përgjithësi. Nuk po flas nuk po flas për Islamin në mënyrë të veçantë, për religionin. Apo u vranë për kauzat e tjera. Këtë pyetje përgjigjen, po alo, shiquzve. 2. Ku është përgjegjësia e atyre që kanë shkaktuar vrasjen e krejt këtyre qindra milionave njerëzve dhe civil? Në emër të çkafit u bë. Ndërsa të gjitha fetë qellore, edhe Islami ynë i bukur, por jo vetëm, por edhe feja krishtere dhe feja hebreje, e ndalojnë vrasjen e njeriut të pafajshëm, por edhe në rrethana lufte ka rregulla precize. Prandaj, a nuk është mjaftueshëm kjo? Një argument sa kemi nevojë për fen? Pra, nëse dëshirojmë në këtë fushë të sjellim shembuj edhe të kohës tonë moderne. Me vije kesh po, deri me fendi, po kërkoj ndjes prej shiquzve, prej atmosferës shumë të ngrohtë të Ramazanit, por vije kesh po duhet ta përmendi një shembull që është për tu habitur. Në disa metropole dhe në disa shtete të perëndimit, njerëzit për të arritur lumturinë dhe për të çliruar nga stresi javor, në vikend ka habitate të caktuara, fusha, vende të caktuara, kur ata paguajnë
për me shku me kalu vikendin, por jo si njerëz, por mundohen me e kalu vikendin, Allah ju nderoft sikur shtaz. E pastaj aty bëhet përzgjedhja, dikush e përzgjedh me jetu si der, dikush përzgjedh me jetu si Allah ju nderoft si qen, dikush si mac, i kanë disa veshje që ata improvizojnë dhe para mendo ti. Këta këtë bëjnë mu qliru prej stresit dhe ngarkesës tër javën angazhime për mundi të lumtur. Madje jo vetëm vikende, shohim raste kur kjo i ka te kalu vikendet dhe vendet e mbyllura, edhe në rrugë, madje raste konkrete njerëzit tonë na kanë treguar në restorant, të kanë ardhur në restorant edhe në tavolinën afër ishte një tavolinë rezervuar, një tavolinë e madhe, edhe vinë ata dy grupet njerëzve, por njëri grup i cili vjen ulet e tjetër grup i cili rrin te këmbët e tyre me improvizon jetën e një kofshe. E tash, ndëgjom. Ne prandaj po kthehemi tash atë kretin fillim të emisionit. Tek pyetja juaj e parë. Pavarësisht këtyre improvizimeve, këto janë improvizime tash në raport me natyrshmërinë. Nuk ka mundësi la të bedile li khalqillah. Krijimtaria e Allahut. Allahu i krijoi të gjitha krijesat e tij, njerëzit mbi natyrën e pastërt, mbi fitretin, sado improvizime që mund të ofrohen e të imponohen. Nuk ka mundësi të ndryshohet. Dhe sot kudo në botë po guxove me i thonë dikuj në kuptimin e ofendimit ti je kërkoj ndjes, ti je ore qen. Plas sheri. Por ku mbeti sensi tani? Ku është sensi? Njeriu tash ndroj veten pagun pare për me jetu në kajde spaku mënyrë të improvizume një kafshë. Domethënë, prandaj kjo është nevoja, pa dashur mi përmend degenerimin e shfrenimin. Shembuj të tjerë. Po thuaj se kemi kalu kohën, por do ta bëjmë një pyetje të fundit, e cila megjithatë një pjesë të përgjigjes vetëm sa edhe, por pra njerëzimi gjatë historisë ka tentuar ta zhvesh veten e tij nga besimi. Në forma të ndryshme. Kjo e fundit është një nga llojet, por ka tentuar ndoshta edhe me forcë, edhe me dhunë, edhe me diktaturë, edhe me a do të arrijë njerëzimi pra, njeriu, a do të arrijë ta zhvesh veten e tij nga besimi apo nuk do të arrijë? Dhe po e përmbyllim. Blerem efendi. Lufta mes shpirtit dhe materiales është luftë e vjetër, shumë e lashtë, dhe në kohën tonë moderne bëhet momente shumë e vrashtë. Mirë po, është fati i jonë, po them, mirësitë e Allahut që shpirti vetëm ndjehet e nuk shihet e nuk preket. Prandaj, ky është projekt i kohët, i dështuar. Mund të ketë vështirësi dhe sfida në rrugtimin e njerëzimit, por asnjëherë nuk do të munden me e mbyt shpirtin. Sado që materialja dhe materializmi ka ecë dhe po ecë me hapa shumë të shpejt, nevoja për shpirtërorën, nevoja për shpirtin, është gjithmonë imediate, është gjithmonë prezente, por po e përmbylli. Bota krishtere është duke u lutur pa nda që ne muslimanët, unë tash s'po flas për Kosovën, unë po flas për njerëzimin, që ne muslimanët të vazhdojmë dhe të rezistojmë dhe të këmbgullim në rrugën e Zotit, sa ata shpresën e kanë tek ne, sa ata e kanë pa çfarë kosto kanë pagu këto 2-3 dekadat e fundit. Prandaj, ata po luten që muslimanët të vazhdojnë të mbesin në rrugën e Zotit dhe ata e kanë shpresën që ne do t'u azgjatim dorën, jo domosdoshmërisht më u bë ata musliman, por me i kthin rrugën e Zotit, por me i kthin rrugën e Zotit, se familja, rujtja e familjes, vlerat, humania, njerëzorja, shpirtërorja, këto janë vlera që unanimisht njerëzimi pajtohet, është pajtohet dhe do të pajtohet. Vojë Allah shpërblet. Edhe ju vojë vendi, faleminderit, kënaqësia. Allah xhaleshën shpërblet për mundin dhe shpresojmë që do të shihemi në takime tjera. Inshallah.
Islami shoqëruesi i njeriut, nga Ademi a.s. e deri tek ne e deri në fundin e ekzistimit të kësaj gjësie. Islami i cili i përshtatet mahnitshëm natyrës së pastër të njeriut, i cili tentohet kohë pas kohe të ndryshohet. Zgjidhni të jeni në gardën atyre të cilët e ruajnë natyrshmërinë duke ruajtur besimin, e të mos behemi sulmuesit dhe të cënuesit e natyrshmërisë duke e luftuar besimin. Dhe në takimin tjetër, Allahu xhalla shanuhu i pas në rahmetin e mëshirën e tij.